Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata e Apelit në Tiranë pezulloi të gjitha gjyqet që ishin planifikuar të mbaheshin një ditë pas masakrës që tronditi vendin. Njeri që lloj marrë zjarri brenda sallës së gjyqit gjyqtari Nastrit Kalaja, flamuri që qëndron në fasadën e godinës së institucionit të drejtësisë, është ulur në gjysmështisë në shenjë respekti për të kujtuar gjyqtarin e ndjerë që humbi jetën në krye të detyrës. Në lidhje me krimin e rënd u arrestuan 3 persona: autori i krimit Elvis Shkambi, xhaxhai i tij Gjon Shkambi dhe punojësi i sigurisë në gjykatë. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit të gjykatës së lartë gjatë një seance ka gjetur rion jo vetëm në Shqipëri por dhe në mediat ndërkombëtare. Në deklaratën e gjykatës së Apelit thuhet se ngjarja imponon reflektim të thellë mbi nevojën për të forcuar masat e sigurisë në ambiente gjyqësore dhe theksohet se është e rëndësishme ndalimi i gjuhës së urrëties ndaj gjyqtarëve dhe sistemit të drejtësisë. Në fund të reagimit, gjykata e Apelit nënvizon se pavarësisht tronditjes nga kjo ngjarje e rëndë, drejtësia nuk do të trembet. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar tha se ngjarja është goditje e rëndë për sistemin e drejtësisë dhe kërcënim serioz për pavarësinë e gjyqësorit. Gjyqtarët janë shtyllat të sistemit të drejtësisë dhe garantues të shtetit të së drejtës, ndaj siguria e tyre personale është jo vetëm një detyrim institucional, por dhe një domosdoshmëri për funksionimin normal të sistemit demokratik dhe sundimit të ligjit, thuhet në reagimin e gjykatës speciale. Në deklaratë thuhet se ky akt kriminal është një kërcënim serioz ndaj pavarësisë së gjyqësorit, integritetit të funksionimit të magjistratit dhe besimit të qytetarëve në shtetin e së drejtës. Gjykata kushtetuese thekson se mbrojtja e jetës dhe sigurisë fizike të gjyqtarëve, qytetarëve dhe publikut në institucionet e drejtësisë është një përgjegjësi e drejtë për drejtë e shtetit që kërkon veprim të menjëhershëm, të vendosur dhe të qëndrueshëm. Gjykata riafirmon vendosmërinë për të mbrojtur dinjitetin e gjyqësorit si një shtyllë themelore e rendit kushtetues dhe shpreh solidaritetin e saj me familjen e gjyqtarit Kalaja dhe gjithë trupën gjyqësore në këtë moment të vështirë. Këshilli i lartë gjyqësor dënoi vrasjen e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës dhe tha se ky akt i rënd cënon themelet e shtetit të së drejtës, sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe besimin e publikut tek gjykata. Këshilli dënon me forcë aktin kriminal të vrasjes së kolegut, si dhe thekson se çdo akt që sulmon apo cënon integritetin e gjykatave dëmton gjithçka që ndërtojmë me punë dhe përkushtim. Këshilli kërkon respektimin e pavarësisë dhe sigurisë së magjistratëve, sigur themeli i shtetit të së drejtës përmes të cilit garantohet mbrojtja e të drejtave të gjyqtarëve dhe interesi publik. Akt të rënd kriminale komentoi delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Kjo tragjedi nënvizon nevojën e ngutshme që Shqipëria të rrisë sigurinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë në sallat e gjyqit, thuhet në reagimin e delegacionit të Unionit. Sipas tij, Bashkimi Evropian mbetet i palëkundër në mbështetjen e konsolidimit të reformës në drejtësi, si dhe të forcimit të sundimit të ligjit në vend. Ngushëllimeve është bashkuar dhe i gjithë klasa politike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.